Plisi ose ajo që ne e njohim ndryshe me emrin qeleshe, është një ndër produktet artizanale tradicionale shqiptare, që pavarësisht ndryshueshmërisë së mënyrës së veshjes në jetesën moderne, vijon të jetë e pazëvendësueshme. Agjencia Anadol ka udhëtuar në shtëpinë e qeleshes, në pazarin Osman të Krujës, aty ku prodhojnë çdo ditë dhjetra të tilla, e veçanërisht për festa, bajrame, festime, aktivitete nga burra të moshuar, si edhe nga brezi i ri. Një prej tyre është Ndriçim Guna, i cili thotë se mjeshtërinë e këtij zanati e ka të trashëguar brez pas brezi për shekuj të tërë. Teksa ilustron se si prodhojnë pliset me metodën e vjetër dhe me mjetet shekullore, duke mos përdorur shqepje, Guna thotë se ky është një profesion gati i harruar. Reportazhi Anadol vë në pas se plisi ka rezistuar madje edhe luftërave, duke rrëfyer historinë se e ka qenë vetish diktatori Enver Hoxha, ai që ka nxitur babain e Ndriçim Gunës për të vazhduar këtë traditë familjare në Tiranë, pas ndërprerjes gjatë luftës së dytë botërore. Guna citohet në reportazh duke thënë se ndihet shumë mirënjohës për vijimin e kësaj tradite, që sot ka mundur t'ia trashëgojë madje edhe të birit. Krahas plisave, Guna bën edhe papuçe prej leshi. Plisi, prodhimi i të cilit bazohet në një periudhë në më shumë se 2000 vjet, vijon të përdoret në çdo zonë ku jeton popullsia shqiptare, por interes të madh shprehin edhe turistët, të cilët i blejnë ata me një çmim prej 5 eurosh. Reportazhi nxjerr në pas se plisi, i njohur në shumë vende, është përdorur ndër shekuj në troje shqiptare, edhe si simboli i trimërisë dhe krenarisë. Origjina e tij është e hershme sa vetë kultura dhe tradita shqiptare. Zakonisht ai bartet si pjesë e kompletit të rrobave folklorike dhe tradicionale, por edhe i vetëm në ceremoni të ndryshme.